përgjithsisht njihem si aktor filmi. Por rënjet e mia janë thellë në teatr. Kam qenë antar i Western Group që prej vitit 1977 e deri në vitin 2003, ku kam krijuar dhe interpretuar pjesë origjinale në The Performing Garage në New York, me cilat kam bërë turnenë në mbar botën. Kam punuar me Richard Foreman, Robert Wilson edhe Romeo. Me rastin e ditës botërore të teatrit, Teatri Bekim Femiu në Prizren ka organizuar ditën e dyerve të hapura, duke mirëpritur nxënës nga shkolla të ndryshme të qytetit. Në kuadër të kësaj dite, nxënësit e patën mundësinë të vizitojnë nga afër ambientet e teatrit. Ata u pritën nga aktorët, të cilët u prezantuan hapësirat e brendshme të teatrit dhe zhvilluan aktivitete të përbashkëta artistike me nxënësit, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe edukative. Nxënësit Akil Memçaj dhe Erzana Seferaj nga Gjimnazi Loyola shprehën entuziazmin e tyre për këtë përvojë, duke theksuar rëndësinë e njohjes nga afër me artin skenik. Mirë, është mirë teatri, se bëjmë programe kështu që shpesh ka njerë si teatr, po do këtë mirë. Qa ke pasë? Ko mësu që janë senet e mira, këtu ka kukla, ka kësi sene me mësu, ka muzik, ka drita, ka plot senet mira që ka qef najkush, janë senet mira. Çka të pëlqen me u bë kur të rritesh? Na je aktor. Aktor? Po. Kam qef mu ba aktor edhe me aktue në jarë në teatr, se teatri është shumë i mirë. Kam qef me po e kësi vizatime që kam qef me i këshur program për këto kukla që i luin ka njerë. Si u ndjeve sot që vizitove? Mirë, shumë mirë, jena knaq. Çfarë ke mësuar? Kam mësuar për gjithë shkas. A të pëlqen me u bë kur të rritesh aktore apo në ndonjë profesion tjetër? Aktore. Drejtori i Teatrit Bekim Femiu, Buri Mustafa, theksoi si me rastin e ditës botërore të teatrit, për herë të parë është organizuar një aktivitet i tillë për nxënësit e shkollave, me qëllim afrimin e tyre me artin dhe kulturën. Sot pra në ditën botërore të teatrit, ne kemi praktikuar një event, do të thotë që nuk është bë më herët, kemi hap dyert për të gjithë të interesuarit, të gjitha grup moshave. Do të thotë dita botërore të teatrit është një festë që festohet që prej viteve 60 nga Instituti Botëror i Teatrit. Fillon me leximin e mesazhit për ditën botërore të teatrit që çdo vit shkruhet nga një artist botëror. Dhe pastaj kemi pritur grupe të nxënësve, jo vetëm të Loyollës, por edhe të shkollave të ndryshme, për të pa nga afër procesin e krijimit të një shfaqje. Në teatr kjo nuk ka qenë praktik më herët, zakonisht ka qenë në institucione të cilat i kanë hapur dyert për potencialisht për të thirrur, do të thotë, ose nxënës për të studiuar në atë shkollë, ose për shembull kazermat i hapin për të pa nga afër se si mund të jetë puna e një ushtari. Në teatr do thotë kjo është hera e parë që e kemi bë. Mirë, po nxënësit veç po shihet jashtëzakonisht janë të kënaqur me gjithë procesin, pra pas skenat, kanë kuptuar nga afër se çysh krijohet një vepër teatrore, edhe shpresojmë që potencialisht ndonjëri prej tyre në të ardhmen edhe mund të bëhet artist i skenës. Ndryshe, dita botërore e teatrit shënohet çdo vit me 27 mars dhe ka për qëllim promovimin e artit skenik dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e tij në shoqëri.